Me ne sonë të në studio është MC Kresha. Kresh, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Një pyetje para se më janë nisë intervistës, a je qetë edhe a je ru? Jo. Këtë herë të Carupja të Sami Prishtinë. Jo, asë Për herës kalume në store që të kemi pas? Herë në kalume më kini në zonë kohën kërë edhe është më ru, për sot jë më dalë I farrum. I farrum dhe I faqetë. Okej, po flasim pak për albumin cilën e ke lansu këtë verë, Air Force One. Sa je kënaqur me statistikat e albumit? Menaj që është një start shumë I mirë, tu e marë parasysh që është album dhe si album kam rri milionin mu dëgju. Në fakt 400.000 views më siguri kanë bo veç kongë, kështu po flasë statistik YouTube-it edhe 600.000 ka klipi Qok Gizel. Menaj si klip është shumë mirë, pak janë ali hovin për shkak se njerëz të interesuar edhe me ngu albumin ma shumë në shtatë që kjo menaj që është një pi faktorëve, po kryesisht është të shku mirë, qka kom pritë edhe është të realizu, po mënohëm për me bo sa ma mirë, ta është me siguri lumë pak rëllë edhe që e këna qitë ma sezonës edhe derisa njerëzit të fillojnë me një pak është një album ma dark, ma hip-hop. Njerëzve që kanë fillu me ndigju, për vrejët ajo edhe për klikimeve që ushtat në YouTube, e I 15 këngëve që I ki në album, cila është ma favoritja jo që të pëlqenë ma shumë, që në kështë vequ? Valoj, s'di. Njonën ma pak? Nuk di seriozisht, nashta për shijeta me skrimin e kësha vequ ma shumë këngën e dytë në album, nashta pëse është e para që e kom nisë, kër e kom nisë albumin me bokun, kënga e parë që e kom incizu. Nashta kjo kishë mujtë me ma theksu pak një simpati ma veçantë, se është kënga e parë albumit, po për nësa në tjetër jo. Kënga Qok Gizel është realizu edhe në videoklip e vetëmja këngë për albumit. Ku është realizu videoklipi edhe a ka kushtu? Videoklipi është realizu në disa pjesë disa skena në për pjesë të Kosovës ku s'kena pas nevoj me përdor Turqinë, nërsa tjera pjesë që u dash gjithë që më paraqit ambient I Istanbulit ose Stambollit, I kena bo në Stambol, videoklipin ma ka bo Red and Black Jeans, është sponsor zërtari videoklipit tem, konga është konga e Pintit, është e inqizumet e Nisi, tani kongën e ka bo Kico dhe Torqi muzikën, po menaj nërsa vinë melodike, refrenin, tekstin, I ku mbohën, kanë aktru në videoklip edhe K-Master që është producent I unë, edhe normal ka aktru rolin e dytë kryesore, ka pas Labinot e Lajqi cilën e përshëndes shumë, edhe ekipin e Pullës, normal që kanë bo në realizim të mirë, edhe Kico Torqi kanë lu në videoklip. Këta e në konë, që pëthon ajo, ekipit cilë të kena realizu një videoklip me 5 karaktere, më thonë për afërsisht. Pikrisht realizimi këtij videoklipit këngës Qok Gizel, javën e kaluar ka plasi mollë sherën mes teje edhe Bleros edhe një miku t'juj që keni të përbashkët. S'kisha dasht më prononcu për këtë farë punës. S'po di, nuk du më prononcu për sene private, po nëse dikush shkurtimisht më ofendon mua atëherë diqysh është jo etikja. Menej që nëse ka diçka këndër le të fletë muzikalisht, na e lojna muzikën me folë dhe muzika e ka zënë punën më të mirën. A ke mendu, ose nëse nashta na nuk e dim, a ke vendosur edhe si vetë me marrë pjesë në këngën magjike me ndonjënën për këtën e këngëve të reja të albumit? Jo, si vetë jena shumë atë në zonën me një projekt, diçka pak ma ekstra që jena të realizu na vetë si pia jënë ti. Edhe këna mja ullon për fasi së shpejti dela I projekti unë që e këna bona plan, po qëta që më të bo një kongë tre me Fatën Maculën që del së shpejti, është kongë jashtë albumit, është një bashkëpunim I unë, jena të folë, po të realizu në fakt jo të folë, këna kry bisedimet më të rrëthat I projekti, po nuk përdu më qelë ma shumë rrët kësaj pune, për shkak se lojnë për natërisht, për këna që pak milion hapsire dhe lojme. A jetu e për cilë këngën magjike? Jo, valla, mësë më të rajtë se s'po kom kohë, po do të jena të punu në realizimin e projektet tona, s'po kom kohë as televizion me këshirë përveç Liverpoolit. A me ndonë të a ki zemër? Menej që në kom zemër edhe kom zemër për muzikë të mirë. Për diçka tjetër? Kam zemër edhe për familjen temë edhe për njështë të mi tafet dhe për që të shka. Kjo pyetje pikërisht lidhen me këngën e cila është paraqit Rozana Radi në këngën magjike, titulli I këngës është Ti nuk je zemër. Sipas thashë themëve, po thuhet që këtë këngë ta ka dedikuar ty.
po flasim shumë artistikisht, Rozana është një artiste e madhe dhe shkruan tekste të mrekullueshme dhe mendoj që ajo e ka një tekst shumë të mirë. Se kom një kongën, po shpresoj ma pas këtë zhru interesin në me një, me siguri që do ta ketë votën teme, pse jo. Po kthehemi pak te albumi, cilën sapo ke lancu, sa ta ka vështirësu shitjen e albumit, interneti dhe pirateria, që tash krejt e dim që kohëve të fundit albumet nuk po shiten shumë, për shkak se secila këngë që të pëlqen, unë është lirisht me internet dhe me marr pak o kërcente. E di, mos parin me gjithat kundër këtë kësaj lufte që do të mjë bo pirateri, se kundër këtë këtyne hjekave që i ka muzika jonë dhe industria muzikës të në, du mi falimnderu këtë ata njerëzve që kam punu në rrëth realizimit videoklipit dhe që kam punu rrëth majtës të materialeve të mija, është shumë sekrete që nuk kanë ndalë para datës 5 shtator kur gjën në internet. I falimderej krejt, se u konë dili me firme që na ka prezentu, ne e kena di që s'kena me mujt me majt, se e dim që pirateria është shumë e aftë momentalisht dhe shqitoria e parë që e mërë të dinë ka me ta bo pirat, për shkak të interesimit të madh në internet. Edhe unë veç muj me faleminderu njëkohësisht edhe Eurolindin që e bën shitjen e albumit, që ka pas edhe ai mirë kuptime dhe kena mujt me arrit me bo një farë, që me thonë, kompromisi në nërmje vetit për me mujt me lansu albumin. Albumi është i mirë, albumi është i ngushëm. Qka është më rëndësishmja është në hap me hip-hopin botnor. Tekstet janë kodja të mira. Faleminderit shumë për kompliment. Po mëne janë shkru për një kohë shumë të shkurt, më rana 3 mujve, u incizu në Ramazan shumicën e kongve. Po do është një bo gjatë mujt Ramazanit për shkak të agendës në gjeshën, këna pas natën koncert, ditën gjinushëm, më shku kom incizu, kom shkru në ashta natën, më në gjesë kom shku kom incizu. Po, thëmë drejten, unë jem knaqë. është një punë edhe nëse dikush del thot ja s'moj me knu se jam gjinushëm, anaj sans njeri fitoj olimpiadën gjinushëm. Po menej, ka lezet edhe puna, gjithë shka, jam shumë i lumëtën me punën që e kom bo, po jam i lumëtën me punën për njerëzve për rreth, të unis pjenisit, të strajkje, të kej masteri, festimi, kejt pinti, Ergenin, gjithashtu bimin, lavdën që u jenë konë non-stop me mu, DJ-in, drejtonin, Kubën që non-stop kam përcjellë. Këtë si ekip këna punu në nivel, edhe me nejtë si artista, jena konë diri në atë masën sa do të me përkran një tjetër në realizimin e projekteve, e inshallah tash nuk është gënjë mas festimin edhe Ergenin që janë kaj qesin albumet, tani vjen normal lavda, bimi, edhe një projekt që se folja, jenë shumë dësane interesante që i kemi. Mos arro, këto kemi folë të rarë kur gjenë koha. Edhe keni me konë shumë të lumë të në kërë të e prezentani, jam shumë i sigurt. Tash këto ditë të arshme, javë të arshme, ku kemi qenë me koncerte, sa kemi qenë i angazhum? Jam shumë i angazhum, koncerte po ka, nesër jena në festimin, fakt nesër është në Durrës, nërsa unë jam bashkë me festimin mas nesër në Tiranë për festivalin e Tiranës, Arti Tiranës që është të organizu, do t'jem për edhe pjesëmarrës në promovimin e dokumentarit e Eliza Dushkët, cilën shumë me përgëzej, edhe falenderoj që për marketat rrugë me artë në parë, Shqipnin e bukur për 100 vjetarë të marë parasysh që këj vit 2012 që për neve shqiptarëve është një vit jubilar, edhe normal që na kena qef shumë me konë sa ma afer Tiranës edhe... Shqipëria, ma dhe jemi një. Jemi, po normal, jemi një si në Klak Kosovë. Kresh, falimderit shumë që gjete ko me qenë sonte me neve. Falimderit shumë. Që qenë si speci djekës në intervist. Unë të uroj shumë sukses, jemi në projekte të ershme. Falimderit shumë. Edhe ju uroj gjithat mirat edhe sukses në projekte të ershme. Falimderit.